Ju e keni parë që sot është thirrë një seancë e jashtëzakonshme në ora 5 pas dite. Dhe ju e keni parë që të gjitha rrugët po çojnë drejt një deformimit procesit, në vend se të kishim një marrëveshje politike që do të sillte një emër të presidentit. Ne kemi tash një thirrje të një seance që është një tentativë për një farsë ose improvizim të një seance me gjëja se po diskutojmë për presidentin. Vërtet është fatkeqësi sepse në vend se të kishim një emër konsensual ose me marrëveshje politike dhe të kishim një votim, të kishim një president, ne sot kemi vetëm improvizime të seancave dhe kjo është për t'i ikur përgjegjësisë edhe është një tentativë për t'u tallur me qytetarët. Në dukje të jashtme për t'u dukur se po diskutojmë për presidentin, ndërkohë për të mos realizuar të drejtën për të pasur një president. Kjo veçsa e thellon krizën edhe nuk sjell asnjë zgjidhje, edhe përdoret më shumë për propagandë nga shumica e përgjegjësia e së cilës është më e madhja e tyre. Prozona Lushaku nuk do të merrni pjesë sot në seancë dhe nëse thirret edhe një seancë tjetër për votim, a do të merrni pjesë? Dhe ai keni në shkrimet për presidentin. E para është vërtet elementare të dihet se procesi i zgjedhjes së presidentit është një proces i cili duhet kulmoj me një marrëveshje në të cilën seancë duhet të shkohet për të votuar. Edhe këtë marrëveshje nuk është arritur. Tani nuk ka mundësi se si të marrim ose të mbajmë një seancë pa një marrëveshje sepse s'ka vota, nuk ka shumicë. Presidenti duhet t'i marrë votat e kërkuara me kushtetutë dhe kërkohet një shumicë e gjerë. Prandaj nuk është improvizim i minutave të fundit. Unë ju thash që LDK-ja e ka vu gatishmërinë për marrëveshje politike, ka marrë pjesë në negocim, ka marrë pjesë në dialog, vetëm se për me i dhanë një president shtetit tonë, kemi qenë të gatshëm të ofrojmë gjithçka që ka qenë në kompetenca tona, në fuqinë tonë politike, por ju e keni parë edhe gjithë procesin që shpesh është thënë jo si keni numrat, jo nuk jeni mjaftueshëm. Ju thash, LDK-ja nuk shkon në seancë pa pasur një marrëveshje për emrin të cilin duhet ta votoj. Kështu që LDK-ja pa marrëveshje politike nuk shkon në seancën për presidentin sepse është e palogjikshme. Po. Ju e dini që edhe një ditë përpara kemi thënë që jemi të gatshëm për t'i dhënë shtetit president, madje të arrijmë marrëveshje, madje të propozojmë emra, po gjithsesi ta përkrahim një kandidat me marrëveshje. Këtë nuk e kishim fatkeqësisht, prandaj kjo është ajo që kemi mund të bëjmë deri në këtë fazë. Edhe nuk mundem me fol për hipotetike, situata hipotetike në të cilat vërtet nuk janë duke ndodhur. Shikoni, ne sot jemi thirrur për një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për presidentin, por nuk është seanca duhet rezultojë me zgjedhjen e presidentit e jo të diskutojmë rreth çka. LDK-ja i ka 15 vota. LDK-ja i ka 15 vota për një marrëveshje politike dhe për kandidatin që LDK-ja e propozon për president. Faleminderit për gjitha pyetjet, dëgjojmë pastaj. Atëherë të nderuar përfaqësues të medjave, para pak çastësh e pranuam edhe një ftesë për një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës Kosovës, me një pikë shumë interesante të rani ditës, diskutim për zgjedhjen e presidentit. Sot Kuvendi duhet ketë votim për zgjedhjen e presidentit. Dhe kjo është një veprim jo serioz, është një veprim me qëllim manipulimi, një veprim që nuk prodhon rezultat dhe një situatë që vendin e çon në zgjedhje. Dhe adresë e vetme pse vendi po shkon në zgjedhje
është Lëvizja Vetëvendose dhe zoti Kurti. Ne si Parti Demokratike dhe unë sekretari i Partisë Demokratike kemi qenë vazhdueshëm dhe mjaftueshëm konstruktiv, të hapur, kemi shkuar në takime, kemi diskutuar, kemi shkuar në takime pa e respektu krejtësisht edhe rregullat, edhe vikendeve, edhe në zyret kryeministrit, po kum shku në zyret kryeministrit të qeverisë të Republikës Kosovës. Kemi diskutuar, kemi qenë gatshëm për një emër konsensual, kemi bë propozimin tonë, nuk është marrë seriozisht në konsiderat, për ma tepër në për studiot televizive është interpretu edhe është keq përdor si qëndrimjoni. Dhe pas gjithë këtyre veprimeve dhe mungesës së seriozitetit, ne kemi ardhur në përfundim dhe në kuadër të Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, kjo temë konsiderohet si temë e mbyllur dhe e përmbyllur për Partinë Demokratike të Kosovës. I urojmë sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet tjerë të Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk mëj me fol mbi bazën e situatave hipotetike, ne rujmë vlerësimin dhe konsideratën më të lartë për familjen Jashari, e kemi dhënë qëndrimin tonë dhe qëndrimi jonë nuk ndryshon. Janta do thotë nuk merrni pjesë definitivisht as në një seancë për presidentin edhe nëse tentohet sërish nesër. E para dhe si shihni këtë përpjekje të vetëvendosjes në këto momente, pavarësisht që kanë dështuar diskutimet politike. Seancë për presidentin, cilës i kish parapri marrëveshje politike që kur të hen votim të zgjedhet presidenti. Deri tash kemi aktualisht 2 kandidat. Zyrtarisht kemi 2 kandidat, kanë deklaruar që nuk do të ketë kandidat politik, që në fakt janë 2 kandidat nga Lëvizja Vetëvendose. Po s'kemi rritë deri te emrat për shkak se kemi thonë që fillimisht do të ketë marrëveshje, parimet e caktuara dhe pastaj vim dhe t'i propozojmë emrat. Dhe nuk do të thotë, edhe kemi deklaruar publikisht që ndrojmë asoj, që emrat nuk ka nënkuptuar domosdoshmërisht personalitete nga radhat e Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Urna? Se ky hezitim për me propozu emra. Po. Se si dha dhe kryeministri i Kosovës nuk është veçetia. Veç e kuj? Çfarë opsioni juaj? Cili është opsioni Po, juaj të bërë një zgjidhje? Opsioni jonë për me bë zgjidhje kemi dhënë. Kemi dhënë opsion marrëveshje gjithëpërfshirëse politike, nuk është marrë në konsiderat. Nuk kemi vendosur vijat kuqe. Kemi pas përkraje për emër konsensual. Kemi thonë që i presidenti të zgjedhet nga i propozuri apo e propozura prej Partisë Demokratike të Kosovës. Gjitha këto janë marrë në konsiderat dhe për neve kjo temë është e mbyllur. Faleminderit shumë. Pra për situatë hipotetike, po përgjigjem. Po që se LDK-ja e sjell Vjosa Osmani dhe zonja Osmani është kandidate për presidente, mundet me u zgjedh me votat e Lëvizjes Vetëvendose dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndoshta edhe deputetëve tjerë të Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit shumë.